Halli ma i madh e gëzon, që po besoj edhe klientët to janë të ta thonë çdo ditë, është barku në qysh me hek. Barki heket në kuzhinë, thashme. Barki heket në kuzhinë, barki heket deficit kalorik. Veç. Veç që kjo është barkin që ta hek. Deficiti kalorik ta hek barkin ta bën rafsh. Edhe ushtrimet e barkut. Ushtrimet e barkit ato janë një ndimes. Po thash edhe merë, të ushtro sa dush, sa ka tau të ushtru, kur ti han kesh e shën numrin e kalorive lartë, badihava se ti po merë kalori, po djeg që aty që pak me një trening 300-400 kalori i djeg, knena i merë dhe më thonë ti me një macchiato edhe me një lang, i merë me njerë 400 kalori, që e vesh një macchiato edhe një lang, i more ti 400 kalori. Ku është ushqimi që ti ki mongër gjatë ditës, hanë, ku me ditë ndaj Snickers, ndaj keks ullësh me dykant familjes, ndaj ushqim, do arore, ndo një pëm, ndo një shtapich, abdën, ka kombinimet ndryshme dhe ti ki hypnel, edhe të nështithush ku s'po lignë. Qëto janë që to kalori... Badihava ushtran. Po, deficit kalorik për ata që dojnë barkin me pas rafsh. Okej, do në unë shpesej që i kanë, se s'po na pëlqenë si informacione, po nëse dojmë... Po, diune që s'pëlqenë, po dikush edhe i merë për bazë edhe ja shëhajrin.